Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një çaj sherebele kundër mërzisë, ankthit dhe stresit. Në Shqipëri, sherebela është një kulturë me shumë rëndësi. Natyra na ka bekuar me këtë bimë medicinale endemike, duke e pasur me bollok, kryesisht në zonën e Malësisë së Madhe. Por edhe në malësi të tjera të vendit të veriut dhe të jugut, ajsa edhe eksportojnë në shumë vende të botës. Dhe nuk është çudi që Amerikanët, Gjermanët, Francezët apo edhe Turqit e duan dhe kërkojnë kaq shumë sherebelën tonë për shkak të vlerave të tij unike. Diçka është e sigurt. Asnjë vend në botë nuk prodhon këtë cilësi bime si kjo e jona. Sipas disa burimeve, sherebela shqiptare eksportohet shumë në disa kontinente, por kjo duke e lënë tregun vendas pothuajse bosh dhe duke i lënë të apasionuarit e çajit të varen te bustinat me pluhur çaj të zi apo jeshil, apo edhe me gjithfarë shijesh dhe ngjyrash që vetëm natyral nuk janë. Sidomos në stinën e verës, preferohet shumë çaji i ftohtë i sherebelës, i cili përgatitet një lloj si çaji i malit dhe i nënshtrohet procesit të ftojes dhe servirjes me akull. Sherebela ka aftësi antiinflamatore, antioksiduese dhe antimikrobale, por gjithashtu ndihmon në hapjen e oreksit. Për shkak të këtyre cilësive, çaji i sherebelës ka shumë veti të mira shëndetësore dhe do t'i rëndisim në vijim. Efektet antioksiduese. Antioksiduesit shërbejnë si pastrues për të hequr radikale të lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira që të sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakohshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve të zemrës. Çaji i sherebelës është për këtë arsye një burim i fuqishëm shumë antioksidant. Sipas disa burimeve, ai ndihmon për të mbajtur larg efektet shkatruese të radikaleve të lira. Parandalon zhvillimin e qelizave të dëmshme. Çaji i sherebelës mund të ndihmojë në parandalimin e disa formave tumorale të qelizave të dëmshme. Sipas një studimi të publikuar nga Revista e Bujqësisë dhe Kimisë Ushqimore, përbërësit fenolik të sherebelës sigurojnë vlera antioksidante, të cilat mbrojnë ADN-n nga dëmtimet në zorrën e trash. Ekstraktet e sherebelës sigurojnë riaftësim të menjëhershëm të ADN-s, mëlçi më e shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë dhe rezultatet treguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mëlçi. Çaji i sherebelës gjithashtu tregon efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlçisë nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e mëlçisë. Ndihmon kundër ankthit. Çaji i sherebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankthit dhe përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer, një grup të rinj të shëndetshëm morën 300 deri në 600 mg suplement të gjetheve të sherebelës përpara dhe pasi u bën pjesë e një testimi për vlerësimin e nivelit të stresit. Të dyja sasitë përmirësuan humorin. Sasia më e ulët përmirësoi ankthin përpara testit, por jo gjati, ndërsa sasia më e madhe përmirësoi vigjilencën dhe qetësinë dhe performoi rezultate më të larta të testeve. Për të mos e neglizhuar, çaji i sherebelës shkakton kontraktim të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdoret te gratë shtatzana. Sipas disa informacioneve, sasi të mëdha të sherebelës mund të shkaktojnë kriza, marrje mendsh dhe rraje të shpeshta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, përdorni vetëm me këshillim të mjekut. Të mirat. Çaji i sherebelës është shumë i mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtit. Po ashtu për zbutjen e acarimit të fytit, dhimbjen e kokës, si dhe për problemet e tretje.